Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të pezullojnë vizat për disa shtete të vendeve të botës, përfshirë këtu Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Për të folur mbi këtë vendim, kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin e njohur Erges Eskiu. Zoti Eskiu, faleminderit shumë për intervistën. Në një kohë kur shqiptarët po prisnin që Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta t'i hiqte vizën politikanëve shqiptar, SBA-i hoqi vizën shqiptarëve. Çfarë vendimi ishte ky? Është një vendim shumë i keq për gjithë shqiptarët. Domethënë, jo se është vetë vendimi, por pritshmëritë e shqiptarëve, sepse po të kthehemi edhe 4 vite pas, Edi Rama, nga që s'ka çfarë t'i ofrojë shqiptarëve, tha do heqin vizën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në atë kohë, ambasada reagoi për një herë dhe tha, ju tha nuk jeni në kushtet për të diskutuar këto gjëra me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Keni shumë reforma për të zbatuar, keni shumë kushte për të përmbushur, që të mbrini në diskutimin e heqjes së vizave apo jo. Dhe sot jemi në pikën ku na bllokohet fare procesi i marrjes së vizave, sepse një popull i varfër shkon në Amerikë ose përdor ligjet amerikane apo hapësirat në ligjet amerikane për të marrë asistencë. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse administrata Trump ka vendosur t'i bllokojë pa fat vizat me këto shtete, për arsye sepse nuk e kanë dëshirë që të mbajnë njerëzit me paratë e tyre, apo të investojnë për njerëz në cilët vinë dhe shfrytëzojnë Amerikën, sepse qeveritë e tyre janë të korruptuara dhe nuk i plotësojnë kushtet për njerëzit e vet. Pra nuk mundet t'i mbajnë vendet anëtar, vendet e origjinës këta njerëz, dhe nuk mund t'i mbajë as Amerika. Kjo ishte arsye pse u refuzua ose u bllokua procesi i marrjes vizës. Çfarë ndikimi do ketë kjo tek shqiptarët? Normalisht kjo është edhe një shenjë alarmi, sepse është një formë presioni që administrata Trump bën ndaj qeverisë aktuale shqiptare. Pra po i thot shqiptarëve indirekt që ju keni një qeveri të korruptuar, ju keni një qeveri që nuk ju bindet ose nuk përmbush pritshmëritë tuaja, ju keni një qeveri e cila nuk ju shërben. Dhe normalisht që ju duhet kërkoni nga qeveria juaj, jo të vini si shpëtim, të kërkoni si shpëtim Amerikën. Vazhdon në linjën e mosdakordësisë me qeverin Rama. Pra ata nuk e kanë uruar qeverin Rama për mandatin e 4, kanë uruar popullin shqiptar. Në ditën e pavarësisë, sërish ishte një mesazh i pazakonshëm ku thoshin që lufta kundër karteleve është prioritet, e ngarkuara me punë zonja Vanor mbas shtatorit në çdo takim që ka bërë, ka folur për narkotrafikun, për luftën ndaj korrupsionit, për luftën ndaj karteleve drogës. Dhe këto janë mesazhe që vijnë popullit shqiptar. Nëse doni lirinë, nëse doni demokracinë, nëse doni mirëqenie, reagoni në vendin tuaj. Dhe mesazhi tjetër, që nuk është thënë këtë ditë, po u tha mbas arrestimit të zonjës Maduro, diktatorit Venezuelës, ne do punojmë tha që emigrantët të kthehen në vendet e tyre dhe të jetojnë të lumtur në vendet e tyre. Pra në të njëjtën linjë shkon mesazhi që jep administrata Trump. Ne do bëjmë gjithçka që ju të ktheheni të jeni të lumtur në shtëpitë tuaja. Sepse emigracioni nuk mund të vazhdojë në mënyrë të pafre, merr njerëz të cilët nuk janë të mirë formuar, edhe çoj nëpër vende të tjera të zhvilluara thjesht për të manipuluar ose për të kontrolluar këto vende. Pra, një politik e majtë e cila synon që të kontrollojë gjithë botën nëpërmjet shfrytëzimit të personave me formim dhe me mundësi ekonomike jo të favorshme, që janë lehtësisht manipulueshëm. Pra ne ju sollëm në Amerikë, bën e majtë atje dhe ju do jepni votën ne. Pra edhe në zgjedhjet e fundit u vurej që emigrantët e viteve të fundit ishin më tepër të orientuar të votonin për partinë e majtë, ndërsa ata që ishin të konsoliduar, kishin 10 vite më tepër në Shtetet Bashkuara të Amerikës, votuan për të djathtën, e kishin kuptuar ose ishin integruar mjaft mirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishin filluar të prodhonin ose të ktheheshin në investim për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo thash është arsyeja edhe bllokimit të vizave, por edhe një mesazh për shqiptarët.
Zoti s'kiu ndodhur në këto kushte kur Shtetet Bashkuara të Amerikës po janë gjithmonë më aktiv në politikën e jashtme. Besoni që pas këtij vendimi mund të ketë dhe ndonjë vendim pezullimi vizash për politikanët shqiptar? Po, e pritshme është edhe kjo. Domethënë sinjalet janë dhënë, plus hetimet janë të hapura në Amerikë për me Gonigalin, ka pyetje nga FBI që a kanë ndikuar edhe paratë e drogës, a kanë ndikuar në atentatin ndaj zotit Trump. Pra, sanksione ndaj diktatorëve po merren në çdo vend të botës. Normalisht edhe Rama është shok me Maduron, me atë të Kolumbis, me Vučićin, me Tiranit, sepse ra tha atëre gjoja na kishte vjedh Irani databazën edhe akshin, po kishte vjedh vetë Rama. Pra, këta janë klasa e diktatorëve të cilët janë në rrezik nga administrata e Trumpit. Kështu që mundet që të ketë edhe non grata ose ndoshta edhe kërkesë për të arrestuar Ramën. Doli një fjalë nga gazetari Antonio Allabani, e cila pritet të verifikohet, që në datë 20 Rama ka për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për një çështje të hapur atje. Pra, situata nuk është mirë për Edi Rama. Dhe Rama ka kuptuar këtë prej sa ka ardhur në zyrë zoti Trump ose pas zgjedhjeve të nëntorit. Që në atë moment Rama tentoi që të kthej ditë administratës djathtë, administratës Trump, duke thënë që unë s'kam lidhje me Sorosin, unë nuk vazhdoj me këtë politikë, unë jam i gatshëm të bëj çfarë doni ju, por pasi u refuzua, duke e përcaktuar Ramën si pjesë e së keqes së botës, si pjesë atyre që punojnë me narkotrafikun dhe cenojnë sigurinë kombëtare amerikane sepse helmojnë apo vrasin amerikanët, Rama pastaj ndryshoi sërish edhe i shkoi Sorosin në dasëm dhe tenton ende sot të bëj presion, ku i thotë edhe zonjë Zvanhorn që shiko se ne na do Kina. Pra të njëjtin gjë me Maduron. Maduro kërcente ditën e fundit, edhe Rama thotë që ne mund të shkojmë në Kinë ose mund të shkojmë në Rusi apo në Arabinë Saudite. Nuk kemi nevojë për ju. Zoti Eskiu, ndërkohë që Belinda Balluku është, po themi, nën hetim nga SPAK dhe madje SPAK-u ka bërë dhe kërkesë për arrestimin e saj në Kuvendin e Shqipërisë, ka pasur një, po themi, konferencë ose një aktivitet ku zoti Rama uli pranë të dërguarës me punë në ambasadën amerikane, Belinda Ballukun. Si e pat këtë lëvizje të Ramës dhe çfarë mesazhi ishte ky? Ky ishte një mesazh për t'i dhënë shqiptarëve që shiko se unë edhe me administratën Trump unë e gjej gjuhën. Pra unë e ul Belinda Ballukun, një të korruptuar për krah zonjë Zvanhorn. Ishte tentativë për të thënë që unë, tentativë presioni, për të thënë që unë nuk jam i lehtë për të më rrëzuar. Pra siç Maduro kërcente apo i thoshte që unë këtu jam në vendin tim, ti po deshe hajde të më arrestosh frikacak. Të njëjtin gjë po bën edhe Rama. Pra ne jemi pikë mjalti thotë për Europën dhe Kina në Europë dhe Kina ne na ka me sy të mirë. Pra nëse ju nuk më doni mua, unë shkoj në Kinë. Pati një gjuhë, sepse u keq interpretuar për shembull komunikimi i zonjës Zvanhorn. Ishte në siklet, por ajo e ruajti qetësinë e saj, nuk reagoi si herën e kaluar një person jo fort i përgjegjshëm apo i vetë kontrollueshëm, siç ishte zonja Jurikim, kur zoti Rama i uli Ilir Beqen, ajo në momentin që filloi të fliste Ilir Beqen, u ngritën në mënyrë demonstrative dhe u largua. Zonja Banor nuk e bëri këtë, pra tregon më tepër pjekuri dhe maturi, por në mbrëmje shkoi tek gjykata kushtetuese dhe tha që prioriteti është lufta kundër narkotrafikut dhe kundër gjithë atyre që i mbështesin këta njerëz. Pra tentativat e Ramës, mesazhi do lexuar edhe të fortë, me tentativat e Ramës për të thënë që unë nuk dorëzohem, unë jam akoma në lojë, mund ta orientoj unë lojën. Tentuan, thash, që të imponoheshin tek Amerika, por gjuha e saj e trupit, dhe fakti që ajo nuk u vu fare në shqetësim nga kjo gjë, por vazhdoi me misionin e saj, tregon që çfarëdo që mund të bëj ky diktatoruci i vogël këtu në Shqipëri, ne nuk e vrasim shumë mendjen. Ne do vazhdojmë përpara me planin ton. Të gjitha thash njëjtë me Maduron apo me diktatorin e Iranit, janë tentativa të njerëzve të vegjël të cilët mendojnë ose
luajnë çdo kartë, por që me Trumpin, duke qenë se është tjetër natyrë, është një biznesmen shumë gjakftot në negociata, nuk ka për t'i ecur, edhe shumë shpejt do e marrin vesh se ku do të shkojë Rama. Ndërkohë kemi një vendim të Këshillit Mandateve që me datën 28 janar do të diskutohet imuniteti i Belinda Ballukut pas kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e saj. Besoni që Rama do ta lëshojë Belinda Ballukun? Rama po mbron veten e vet. Rama nuk e do ta shohë në sy Belinda Ballukun, sepse normalisht Belinda ka denigruar figurën e Ramës publikisht. Personin e padiskutueshëm, liderin e padiskutueshëm të Partisë Socialiste që po s'hapi, po nuk lëvizi gishtin, ai nuk guxon njeri të lëvizi nga vendi. Ajo quante pallosh, ajo e kërcënon, i thot pos më vure mua të marr me vete, sepse pas ka patur tentativa që Rama të mos e zgjidhte zonjën Balluku, ta rizgjidhte zëvendës kryeministre. 3 ditë para se të formohej qeveria dhe ai ka shkuar në zyri, ka thënë nëse ti nuk më vendos mua sërish, nuk më konfirmon, mund të marr me vete. Pra kërcëniet pastaj qenë më përpara nga burimet që na kanë ardhur. Nuk kanë qenë vetëm kur doli emri. Kështu që Rama nuk e do Belindën, por thjesht Rama po fiton kohë. Edhe fakti që e kishte për ta diskutuar brenda ditës ose maksimumi brenda 3 ditëve të dhjetorit, e çuan në 20 janar apo 22 janar. Tani e çojnë datë 28. Me zotin Berisha nuk bën kështu, me zotin Berisha nuk i mbush as 3 orë dhe e dhan imunitetin, sepse ky është kundërshtari ynë dhe duhet eliminuar politikisht. Nuk kishin nevojë as për prova as për fakt, mjafton që na e solli drejtësia e reformuar, drejtësia që kemi reformuar ne, dhe ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë drejtësinë. Pra ne jemi plotësisht të bindur që kjo drejtësi nuk gabon. Pse sot gabon ka drejtësia? Sot që shkoj tek Rama gabon drejtësia. Pra në rastin e zotit Berisha nuk pas ka gabuar. Në rastin e zotit Meta që e morën zvar edhe që e mbajnë në mënyrë pa drejt, edhe pas një viti të paraburgosur, nuk pas ka gabim drejtësia, pas ka drejt. Por kur vjen puna tek Belinda dhe tek Rama, që nga drejtësia gabim. Kështu që gjitha kjo, fakti që shtyhet, është për të vazhduar për të vjedhur. Pra Belinda pas ka firmosur gjatë dhjetorit dhe janë 100 milionë euro të tjera. Pra i ka vjedhur pak nga 78% të tjera të këtij buxheti. Vazhdon Rama të firmosje të vjedhi dhe njëkohësisht të fitoj kohë për të marrë azil politik, sepse Rama ka qartë që nuk e gjen dot rrugën me administratën Trump. Sepse është pjesë e frontit të skeqës të kësaj bote. Është pjesë e atyre që shkatrojnë kombet dhe helmojnë apo vrasin njerëzit nëpërmjet helmit të drogës. Tentativë vetëm për të fituar kohë për të gjetur siguri për kokën e vet. Vetëm kjo është. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Rama nuk do askënd, Rama nuk do fëmijën e vet. Ka mohuar fëmijën e vet. Është i akuzuar që është sjell shumë keq apo i ka keq trajtuar bashkëshortët e veta. Ka dhe gjëra më të rënda që mund të dalin në vazhdim. Por ky njeri është i pandjeshëm. Si pas ka ky ndjeshmëri për Belinda Ballukun? Zoti Eskiu, do të diskutojmë dhe një ngjarje mjaft të rëndë që ndodhi 2 ditë më parë, ku një prej të burgosurve, Altin Ndoci, duke qenë në spitalin e Durrësit, u arratis nga ky spital dhe arriti t'i shpëtonte forcave të policisë. Si ka mundësi që ndërkohë që njerëz të thjeshtë shoqërohen me furgona policie, ndërsa Altin Ndoci, një personazh i cili ka akuza mjaft të rënda nga SPAK-u, shoqërohet me ambulancë, madje pa pranga, dhe lihet gati, po themi, i hapet derë e burgut me i thënë ik largohu nga policia. Vetëm në filma ndodhi këto gjëra. Edhe në skenarët më fantastiko shkencor, nuk do bëhesh kaq të lirshme. Ka pasur orientim ose vendim për ta lënë të largohet, sepse nuk ka shanse fare. Ta solli Ilir Beqen që ku do shkonte Iliri, solli me pranga në përduar, vetëm për të dhënë shfaqje që janë ne po burgosim. Sollën Velie me pranga në përduar. Si lët një person i cili akuzohet për 4 vrasje, pa pranga, të pa shoqëruar, pa fugona policie që ta shoqërojnë të personin. Por ne këtu kemi qenë kur lëviz një burgosur nga burgu drejt spitalit,
apo shkon në spitalin e Burgut në QSUT, ka makinë policie përpara, ka fugon pas të blinduar, ka një eskort që shoqëron të burgosurin. Është kjo qeveri që i ndodhi vrasja edhe në qendër të Tiranës, për zotin Artan Santo, dhe nuk është zbuluar akoma. Është kjo qeveri që u bë vrasje tek Rinasi dhe nuk është zbuluar akoma. Si mundet që në zonë më të sigurt të Tiranës të vinë atentatorët, të bëjnë ekzekutimin spektakolar dhe të largohen drejt i paditur. Pra dhe ky personi, në qoftë se vërtet është vrasës, sepse Jati vetë pretendonte që djali që pafajshëm, në një intervistë në një televizion në emisionin e mëngjesit, por është i paraburgosur. Gjithsesi, derisa të marrë një vendim të pafajësisë ose të fajësisë, ky person dyshohet për vepra të rënda dhe duhet të ketë siguri maksimale. Nuk zgjidhet puna duke shkarkuar disa persona tek burgu i Durrësit apo policia e Durrësit. Ti po e le të lirë të largohet. Nuk mund të ndodhi kurse si që njerëzit të ikin kaq kollaj. Është thjesht një luftë brenda Partisë Socialiste, që siç u vranë ata dy persona në Rinas, mund të kenë qëllime të tjera sot që lejojnë të largohet një person kaq lirshëm. Normalisht lufta ka shpërthyer brenda PS-s dhe nuk e kanë kuptuar akoma shumica e njerëzve, por që fakti të largohet një person kaq kollaj nuk ka shanse në qoftë se nuk ka direktiv nga lart. Zoti Skjo, faleminderit shumë për intervistën. Ju faleminderit juve.